Një njeriu të cilit Allahu Dhul Xhelal nuk i ka dhënë urtësi, as nuk i ka dhënë besim, po i ka dhënë parë, i ka dhënë mall. Ki çka ban? Ki shkoni Michel kafet. Do thotë unë sot jam gazda, kryesor, ju dilni këtë për jashtë, këto kafja është e imja. I harxhon parët në haram. Ki shkon në Michel kazinon. Do të mushti me kazinon, a nuk e di që ai kur e ka qel kazinon e ka qel ai me fitu, jo ti me fitu. Shkoni Michel automatat këta gjë. Thotë sot ja kam me fitu, ja s'ka çka më bën. Po ne me njonin çka ka automata në Bruksell atje tha hoshta këto janë të marum tha që 94% unë me fitue, a 6% me fitu që a i shka vjen këtu me lujt. 94 për veti, 6 për atë gjunohin i cili 94 herë hup, veç një 6 herë të da, sot kam në fok. Më qfa në fok e kompjuteri i ka ndresën ati Japoni për me fitue që a i shka i ka vnu ato kompjuterat. Ka i qetëri qka shkon dhe thot i hargjon të holat në një haram tjetër, në udhu billah. Mos t'i përmenimi, do thot, shumë harame të cilat do thot për i shofmi në mesin e vllaznive tonë që kur për i shofmi zemra për na dhem. Për çka me bon për i bojnë, inshallah Zoti i uzon edhe i drejton.